Vetëm një lugë vaj ulliri i jep lam të mirë çdo problemi, ja si ta përdorni. Tema legjendare e ullirit dhe vaji nxjerr nga fruti i saj kanë shoqëruar për më shumë se 8.000 vite historinë e njerëzimit. Kjo bimë kultivohet në lindjen e mesme, por më vonë fenikasit e shpërndanë kultivimin e saj në të gjitha brigjet e Mesdheut. Me rritjen e prodhimit lëngut të veçantë të ullirit, atëherë u përhap edhe më shumë përfitimi i tij i njohur. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Qytetrimet e lashta mendohet se përhapën atë për herë të parë, edhe duke ndikuar gjithashtu në përfitime më të mëdha. Ekspertët thonë se përdorimi i vajit të ullirit në dietën tuaj mund të sjellë një sër përfitimesh, për sa kohë konsumohet brenda normës së lejuar dhe gjithmonë në standardet e duhura, atëherë vlerat që do t'i ofrojnë në shëndetit do ta kthejnë atë në një prej produkteve më të rëndësishme ushqyese. Edhe pse vaji i ullirit zë një vend të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt pirja e tij do ju lejojë të merrni përfitime maksimale. Njihuni me efektet pozitive që jep për zemrën, por edhe shkon përtejë saj. Sipas Brightside në këtë video, do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi një lugë vaji ulliri e sonë në mëngjes. Vaji i ullirit do të përmirësojë dukshëm shëndetin e lëkurës. Vaji i ullirit është një përbërës thelbësor në shumë produkte kozmetike. Ai do të reduktojë skuqjen, entjen dhe problemet të ndryshme të tyre, duke sjellë kështu rezultate konkrete pozitive edhe në ngadalësimin e shfaqjes së rrullave dhe problemeve që i kanosen atyre. Shtimi i vajit të ullirit në dietën tuaj ditore mund të ketë fuqi të mira dezinfektuese natyrale kundër acarimeve dhe gjithashtu sigurimin më të mirë të shëndetit të lëkurës. Shtimi i vajit të ullirit në dietat tuaja ditore do ju ndihmojë edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare, e cila është e pasur me vaj ulliri, ka treguar efekte pozitive në peshën e trupit, të cilat mund të promovojnë një peshë më të mirë dhe të evitojnë gjithashtu komplikacionet që i kanosen asaj. Vaji i ullirit është një lëng magjik që jep përfitime edhe për shëndetin tuaj të trurit. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit do të heqë grumbullimin brenda pllakave të qelizave të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë gjithashtu edhe sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të madhe mendore në botë, e cila njerëzit të cilët do vuajnë prej saj kanë edhe probleme të pakthyeshme. Por ekspertët e cilësojnë vajin e ullirit si një prej produkteve më të mira fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Nëse e shtoni vajin e ullirit kryesisht në dietat tuaja ditore, përgatituni të përmirësoni gjithashtu edhe shëndetin tuaj të kockave. Vaji i ullirit do të ndihmojë njerëzit të cilët do vuajnë nga artriti reumatoid. Kjo funksionon gjithashtu më mirë kur kombinohet me vajin e peshkut, një burim i pasur i acideve yndyrore omega 3. Përbërësit që gjenden kryesisht te vaji i ullirit janë të rëndësishëm në përmirësimin e dhimbjeve të kyçeve dhe përmirësimin e organizmit tuaj. Shtimi i vajit të ullirit në menun tuaj ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë edhe në zvogëlimin e inflamacioneve. Pasurimi i dietës suaj me vajin e ullirit do t'japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ai mund të pasurojë dietën tuaj me yndyrna të mira omega 3, të zvogëlojë inflamacionet dhe të përmirësojë gjithashtu shëndetin dhe organizmin tuaj. Vaji i ullirit mund të ndihmojë në parandalimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës, të shkaktuara kryesisht edhe nga problemet e inflamacioneve. Shtimi i vajit të ullirit në dietat tuaja ditore do të përmirësojë gjithashtu shëndetin tuaj të zorrëve. Disa lloje të bakterieve që jetojnë në stomak mund të shkaktojnë gjithashtu probleme të mëdha me ulçrat. Dhe shtimi i vajit të ullirit në menun tuaj ditore do të përkthehet në një mbrojtje më efektive të shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Vaji i ullirit është një produkt fantastik që mund të shkatërrojë baktere dëmtuese, të cilat mund të krijojnë probleme të njëpasnjëshme të shëndetit tuaj. Ekspertët thonë se
Shtimi i vajit të ullirit në dietën tuaj do të lehtësojë problemet tuaja të kapslëkut. Vaji i ullirit është një element pozitiv ushqyes për tretjen e shëndetshme. Personat që kanë vazhdimisht probleme me kapslëkun kanë nevojë për më shumë element ushqyes për zorën e tyre në mënyrë që tretja të jetë më e shëndetshme dhe të kenë më pak probleme të tilla. Kur zgjidhni vajin e ullirit në dietën tuaj, sigurohuni të përzgjidhni atë më të shëndetshëm, i cili është ekstra i pastër dhe gjithashtu nuk përmban shtesa të ndryshme të vajrave të tjerë. Shtimi i vajit të ullirit në dietën tuaj mund të jetë një nga produktet më fantastike që mund t'i dhuroni shëndetit dhe të mbani larg komplikacionet e tij. Çdo popullat në botë ka bazuar ushqyerjen e saj tek vaji i ullirit dhe ka pasur përfitime mbreslënse në jetën e tyre. Shembulli më i afërt është edhe vendet e Mesdheut, ku vajin e ullirit e kanë një prej përzgjedhjeve më të mira fantastike të përgjithshme të shëndetit. Ekspertët tregojnë se shtimi i vajit të ullirit në dietën tuaj në kombinim me ushqime të shëndetshme mund të japë rezultate fantastike në rigjenerimin e tij dhe parandalimin e komplikacioneve. Vaji i ullirit mund të sjellë përfitime mbreslënse ushqyese në dobi të vlerave tuaja. Po ashtu vaji i ullirit ul tensionin e gjakut dhe mbron edhe elementet yndyrna omega 3, të cilët mund t'i japin trupit tuaj më shumë përfitime. Nëse vajin e ullirit e përdorni për marinimon ose gatimin e mishit, atëherë do t'i jepni atij një shtresë më të mirë. Ekspertët thonë se shtimi i vajit të ullirit në dietën tuaj do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve që ju kanosen. Vaji i ullirit është një element i domosdoshëm i një ushqyerje të shëndetshme dhe konsumi i tij në mënyrë të rregullt do t'japë rezultate të mira në lehtësimin e komplikacioneve. Vaji i ullirit është pa diskutim mbreti i tryezës së mirë dhe një prej ushqimeve më të rëndësishme të dietës mesdhetare. Ai do të përmbajë gjithashtu edhe fenole, acide oleike dhe yndyrna esenciale për një shëndet të mirë që mund të lehtësojnë gjithashtu edhe problemet tuaja të tretjes, duke dhënë kështu rezultate konkrete pozitive në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Vajin e ullirit mund ta konsumoni në gjedhra, në sallata, por a e dini se çfarë ndodh me organizmin tuaj nëse e konsumoni atë me stomakun bosh? Zbuloni në këtë video përfitimet kryesore që do të sjellë përdorimi i vajit të ullirit në dietat tuaja ditore. Në qoftë se ju vuani nga fryrja e barkut pas ngrënies, ose keni edhe probleme me konstipacionin, duhet të provoni këto truke. Të pini të paktën një lugë gjedhe vaj ulliri në dietën tuaj, e cila do të ndihmojë dukshëm në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Acidet yndyrore omega 3 që gjenden te vaji i ullirit dhe vitaminat e tij të shumta mbrojnë qelizat dhe përmirësojnë ndjeshëm funksionet e sistemit tuaj imunitar. Vaji i ullirit e ushqen fytyrën e thatë, trajton aknet dhe rënien e flokut. Vaji i ullirit nuk duhet të mungojë kurrësi në rutinën tuaj ditore të bukurisë, sidomos nëse keni gjithashtu një lëkurë të thatë dhe problematike. Shtimi i vajit të ullirit në menunën tuaj ditore do të ofrojë një rigjenerim më të mirë të lëkurës dhe më pak probleme të saj. Mjafton një masazhim i thjeshtë i lëkurës me vaj ulliri dhe rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike dhe rigjeneruese për shëndetin tuaj. Vaji i ullirit mund të kombinohet me pure karotash, vaj kokosi ose edhe me fruta të ndryshme për të arritur një maskë vendimtare për shëndetin e lëkurës dhe parandalimin e problemeve të saj. Shtimi i vajit të ullirit në dietën tuaj është i mirë edhe për shëndetin e mëlçisë. Mëlçia është ndër organet më të rëndësishme të sistemit tretës. Ato kryejnë funksione, metabolizojnë të gjitha elementet tuaj ushqimor. Pra, vaji i ullirit i kombinuar si duhet në dietën tuaj mund t'japë rezultate fantastike në shëndetin tuaj të mëlçisë edhe të parandalojë gjithashtu komplikacionet e saj. Të paktën një lugë gjedhe vaj ulliri e ësëll çdo ditë do të jetë një nga mundësitë më të mira ushqyese që mund t'i jepni trupit edhe të parandaloni komplikacionet e një pasnjëshme. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.